Situatën e mungesës së ujit të pishëm në qytetin e Vlorës, rrjeti Po, përballja ofertave politike, e konsideron të papranueshme për një qytet i cili është një qendër e rëndësishme urbane, ekonomike dhe turistike e vendit. Mungesa e ujit për ditë të tëra ka cënuar jetën e përditshme dhe dinjitetin e qytetarëve, ka krijuar vështirësi serioze për familjet, bizneset dhe shërbimet publike, ka dëmtuar rënd imazhin e qytetit dhe besimin e vizitorëve, ka ekspozuar dobësi strukturore në menaxhimin e burimeve ujore dhe infrastrukturës ekzistuese. Ndjesat publike dhe premtimet për zgjidhje afatshkurtra nuk mund të zëvendësojnë planifikimin serioz, investimet e qëndrueshme dhe përgjegjshmërinë institucionale. Kjo problematikë është e përsëritur ndër vite dhe nuk mund të trajtohet më si një situatë e përkohshme apo e paparashikueshme. Ne jemi këtu për të ngritur shqetësimin qytetar në një nivel përgjegjësie institucionale. Prandaj, në mënyrë urgjente kërkojmë transparencë të plotë mbi shkaqjet reale të ndërprerjeve të furnizimit me ujë, masa urgjente për garantimin e furnizimit të vazhdueshëm dhe të sigurt me ujë të pishëm, një strategji afatgjatë për menaxhimin e burimeve ujore dhe përmirësimin e infrastrukturës, informim të rregullt dhe të besueshëm për qytetarët mbi ndërprerjet dhe zgjidhjet e planifikuara, përgjegjësi institucionale për dështimet e përsëritura në ofrimin e këtij shërbimi bazë. Uji i pishëm është një drejtë themelore, jo një privilegj. Vlora nuk mund të pretendojë zhvillim, turizëm dhe mirëqenie pa garantuar shërbimet më bazike për qytetarët e saj. Zgjidhja e kësaj krize kërkon veprim konkret, llogaridhënie dhe angazhim